njerëz në jetën ndërkohë ndihen shumë të zhgënjur, të mërzitur kur një për shembull rast që dikush i ka bëhet mirë non stop, ai në fund për shembull e ka shajt. Qysh muti më apo këtë punë. E po qysh po mush Allahu më apo? Allahu xhallahu nuk dëmtohet nga kjo, po të bën pyetje. Është kujdes për ty, të kujdes vazhdimisht, truan, begatën, krejt çka kipi Allahu të jot. Krejt çka vazhdon me pas për Allahu të ki. Mundësia e shfrytëzimit të begative nga Allahu është, krejt nga ai është. Ku është bamirësia? Ku është adhurimi? Ku është cilësia? Të ndonëse nëse për shembull syti ki rregull, shemir, s'ki probleme. Shë për rëdhveti, shë që ka të ka mësu Allahu gjallë, po. Kjo dhurat kaq e përkryer që të ka për Allahu gjallë, nuk shë turbullt, nuk shë keq. Si duhet mu përthytash, si këmbim për këtë begati kur të lexon Kur'an. Kur të shi begati të Allahu gjallë, tash me një sy tjetër të kujdesit e bamirësisë Allahu ndaj teje. Çu duhet ato mi trajtu? Ne ketëm këtu të ndozur udhëzime vetëdijsuese, edukative, që duhet me përmirësu në vazhdimsi cilësinë e adhurimit tonë, shtimin e adhurimeve, kujdesin nga mëkatet, distancën nga punë të këqija. Prandaj jemi në proces të vazhdueshëm të përmirësimit, të dominuar nga kujdesi, nga shikimi i Allahut dhe të dominuar nga përgjegjësia për begati që Allahu na ka dhënë, që të përkthehet kjo në adhurim dhe në distancim nga mëkatet. Ç'kjo është kjo që ka duhet na më bëjë?